Atëherë dashur, u rikthyem studio ku kam sot kënaqësinë dhe nderin të kem të ftuar kirurgun e mirënjohur Nejati Jakupi, doktorin me cilin do bisedojmë për kirurgjinë në përgjithësi, le të themi në aspektin njerëzor, por edhe atë teknikë, por në përgjithësi të njohim një kirurg dhe kirurgjinë si deg e mjekësisë më mirë, më pranë, le të themi. Përshëndetje doktor, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Medita, faleminderit për ftesën, kënaqësi kem me ju dhe me shikuesit e televizionit tuaj. Që ta hapje më fillimisht si bisedë, si vendos, le të themi, ose si keni vendosur ju vetë që do ndiqni kirurgjinë, edhe çfarë ndoshta s'keni menduar ose nuk e keni perceptuar dot, nuk e keni paramenduar mirë para se t'i futesh në kësaj rruge. Po, rrugtimi i një mjeku fillon, unë mendoj, është një përcaktim që nga fëmijëria. Rrallë herë dorë dikush që rastësisht të ketë hyrë të lëndrojnë në ujërat e mjekësisë, as më pak të kirurgjisë. Konkretisht për kirurgji, zakonisht determinohet në vitet e para të studimeve, për shembull veçanërisht në orët dhe në ushtrimet e anatomisë, ku bëhet njohja me trupin në përgjithësi dhe në organet e veçanti. Dhe në ma veçantë është gjatë disekimit të organeve të trupit dhe praktikisht aty, përafërsisht aty se cili e shef veten, a është për kirurgji ose nuk është. Por mandej normalisht në fazat e më vonshme është pak edhe punë një trajektorie jetësore, si që do t'ju shëndrisin të themi jetë. Dhe më ka pas fatin që të mund të përzgjedh një herë dhe mandej të vjoj kirurgjinë si specializim dhe ajo që është më rëndësi ta praktikoj në klinikë universitare. Doli ajo që prisja apo çdo ditë besoj është diçka që të befason? Po, nisi për te pritjeve të mia, se në këtë vend ku jetojmë, në kohën që kemi jetuar dhe tani kemi jetuar, nuk mundësit për zgjidhjen gjithmonë janë kështu të favorshme edhe në situatat e pritshmërive. Por, si thënë shqyrë zotit dhe në përkrahjen edhe të familjes, edhe të shokëve, po edhe normal një përkushtim i jashtëzakonshëm. Secili profesion, secili specializim e kërkon atë përkushtimi, por kur e ke një zanat, një punësinë e don, faktikisht ajo më bëhet si përkushtim jetësor edhe është plotson jetën edhe atë afatin në cirkun e veprimtarisë të punës të një njeriu. Ashtu. Përmendë kushtet shpeshherë tek ne jo shumë të favorshme. Sa ndikojnë këto faktikisht në punën e juaj? Apo edhe ndoshta në, le të themi, në shpresën ose në qëllimin që keni për një rezultat të suksesshëm? Po, tash jo çdo herë janë në favor dhe në nivelin e pritshmërive të cilat ne jemi të dedikum ose jemi të parashikueshmëria çdo secilit për një punë, për një veprimtari. Por unë kam pasur tendencën gjithmonë që aty ku nuk ka kushte të punojmë që të krijojmë kushte. Se jo çdo herë të gjithë rrethanat, të gjithë kondicionet janë në favor të asaj çka duam të bëjmë. Dhe kjo më ka shku për dorë, edhe kur kam qenë si mjek i përgjithshëm, por edhe mandej edhe si specialist që atë që kam gjetur të së ndërtojmë, të avansohet, gjithmonë në interes asaj që ne të kemi kushte më të mira për punë dhe të japim shërbim që është ajo intenca e fundit, shërbim sa më të mirë pacientëve, të sëmurëve, për shkak se ne edhe në fund të ditës ekzistojmë për pacientin, për të trajtuar hallin sëmundjen të prekurve nga ndonjë sëmundje. Gjithë secilit. Edhe mirë që ju kemi. Faleminderit. Zoti si thënë më lash pa doktor. Ashtu, është me vërtet. Para se të kalojmë pak edhe në zhvillimet në kirurgji në përgjithësi, edhe ne vetë se patëm një bisedë shkurtër prapa kamerave edhe faktin që tashmë po përdorim
teknologji në përgjithësi internetin, ChatGPT e gjitha këto, por ndoshta edhe për të zavendësuar shpesh herë mjekt që nuk është në rregull, po gjithsesi. Dua di fillimisht një gjë që edhe vetë më intereson se çfarë ndodh në mendjen e një kirurgu para çdo operimi, edhe hiqet apo e largon ndonjëherë frika apo stresi, emocionet para çdo ndërhyrjeje apo është diçka me cilën jetoni çdo ditë? Po, ajo sfida më e madhe për mjekun, për mjekësitë është sa mund t'i ndihmojmë ne një pacienti. Por para që të gjithësh është një maksim latine sot primum non nocere, cila do me thënë të mundohemi të mos bëjmë dëm, ose të bëhet sa më pak të dëmtohet shëndeti, edhe ashtu i kontestuar i dhe një pacient. Kjo çka do me thënë në vete? Çdo kirurg, po edhe çdo mjek, parimisht e ka të ndëgjojë, të informohet për gjendjen e përgjithshme dhe për sëmundjen e pacientit. Mandej të diagnostifikoje, mandej të bëjë trajtimin qoftë konservativ, qoftë kirurgjik, dhe instanca e fundit është të jetë i gatshëm të ndërhyjë për çdo komplikim, të përmirësojë për çdo komplikim eventual që të paraqitet. Dhe këto janë 4 postulatet kryesore që ka një mjek dhe në veçantë një kirurg. Pa e përmbyll këtë cikël, këtë ciklus, ne nuk mundemi të themi se jemi të përgatitur të ballafaqohemi me çështje, me sëmundje, me trajtim dhe në veçantë për intervenim kirurgjik. Procedura e edukimit, ngritjes, aftësimit dhe përsosjes janë 4 çështje të cilët duhet shumë punë, shumë kohë. Një profesori jonë përshëndes, tjetë me shëndes sa më gjatë, ai thotë sa më shumë kilometra të keni kalu në kirurgji. Dhe kjo është esenciale për të përvetësuar, për të aftësuar. Por kjo arrihet duke punuar, duke kujdestaruar, duke ndinjur pranë mjekëve, kirurgëve me përvojë, por duke marrë nga ato përvojën dhe duke përsosur dhe avansuar. Normalisht kjo është një cikël kohor i pa... Që e sjell vetë përvoja, për ashtu. Po përgjithësinë si e menaxhoni? Është një profesion, një rol që varet edhe në ato detajet më të vogla, edhe ka një përgjegjësi shumë të madhe, është vetë jetën e njeriut. Si menaxhohet si përgjegjësi? Po unë dëshiroj të citoj kështu mësuesit tanë, mësuesit e mi, profesorët tanë. Edhe një profesor nga Turqia, që bashkëpunim gjatë kohë, ai për herë na thotë, paramendoni kur e trajtoni një pacient, veçanërisht kur e operoni, nëse është shembull mashkull ose është sikur me operu babën tuaj, ose nënën, ose fëmijën, ose të afërmin tuaj. Domethënë çdo pacient, qasja duhet të jetë sikur jeni duke mjeku, trajtu, operu një më të afërmin e juaj. Dhe kjo e rritën nivelin e përgjegjësisë. Për shkak se njeriu është materie e gjallë, është qenie njerëzore, por unë besoj se me njëtën përgjegjësi e trajton edhe ato që jam merrem shembull me trajtimin e kafshëve. Me njëtën përgjegjësia, për shkak se bëhet fjalë pacienti është në një formë emanet, edhe futja në sallë, trajtimi operativ, dhe pas asaj është një farë emanetit që ne duhet të bëjmë për shëndetin e atij dhe për të trajtuar sëmundjen. Dhe ky emanet nuk bën të nënvlerësohet dhe niveli i përgjegjësisë është faktikisht i përhershëm. Besoj edhe presioni i jashtëzakonshëm apo jo diçka? Po, presioni është i paevitueshëm. Presioni është i paevitueshëm dhe ne me atë në një farë forme bashkëjetojmë dhe ajo na e mban, si me thonë, atë tonusin për të kujdesur për pacientin, për të qenë vigjilent, për çdo zhvillim para, gjatë trajtimit dhe pas asaj. Faktikisht ne edhe familiarizohemi edhe me pacientin, edhe me vetë pacientin, edhe me familjarët e tyre. Dhe ajo gjatë ta jetës. Unë në ardhje për studion e duhet takova familjarin, birin e një pacienti që kam operu para shumë vite, faktikisht ajo është e pashkëputshme. Veçanërisht në raste kur është trajtimi me sukses, kur është jetëdijshmëria, mendoj ka rezultuar operacioni dhe gjithçka me sukses, por edhe në ato raste
ku për fat të keq nuk, domethënë, për arsye të ndryshme, por ne ky komunikim vazhdon. Unë kam moskohe për dhe një pacient nuk vjen nuk thirrë, nuk paraqet, nuk vjen në kontroll, e kam si kështu si ves, edhe të paraqetem të pyes çka u bë. Edhe pse në mjekësinë amerikane ka një thënie që thotë no news, good news. Domethënë nëse nuk paraqeten, domethënë është mirë. Po, lajme të mira, domethënë. Zakonisht kur ka një shqetësim, po, pacientët ose të afërmit, po, alarmojnë. Befasohen kur kujdeset shkaq shumë, kur i thret në telefon, kur shes si po qëndron situata, si janë me shëndet. Po, shikoj, ne jemi këtu një vend i vogël. Vendej popullata është kjo, pak a shumë. Një femi jemi po, këta, një femi. Jemi në një farë forme, një farë komunikimi edhe ndër njerëzor ekziston. Edhe kështu që nuk mund të shkëputesh. Unë gjithë ne që kemi qenë jashtë, edhe kemi pa sistemet në vendet të mëdha janë që mjeku pacientin e takon në ordinancë, ku ai vjen me gjithë analizat, me gjithë ekzaminimet, vendosin për trajtimin, e trajton e operon, largohet në spitali dhe ky cikëll mbaron, ai përfundon. Por te ne kjo punë është më ndryshe. Nuk mundemi të mbyllim. Jemi deshëm apo s'deshëm, jemi më të familiarizuar me njëri tjetrin, po. Po me vetë pacientin, sa luan rol, sa i rëndësishëm është komunikimi, flasim para operimit ose gjatë trajtimit, domethënë. Sa i rëndësishëm dhe sa luan rol që të jemi shumë qartë me pacientit, komunikojmë, domethënë, në detaje, dihet pak a shumë gjithçka, edhe ai me ju, po edhe ju me të. Po, shiko, biseda me pacientin dhe me ata afërmit është kruciale, është vendimarrëse. Edhe për trajtimin që vijon, që pasojë, por edhe më pastaj. Dhe duhet të bisedohet për shumë çështje. Duhet të paralajmërohet pacienti për një përgjendjen. Te ne ende ekziston stigma, veçanërisht e sëmundjet maligne, për me akumtu pacient ose të afërme. Në është edhe tjera, në vendet tjera, në mentalitetet tjera, ajo kumtohet pacientit të afërme. Janë shumë të drejt për drejt, mund të themi. Kjo është ai momenti ma dramatik, apo ma kështu ku mjeku duhet të gjejë mënyrën si të paralajmërojë pacientin familjar, për shkak se do të pasojë një ndryshim radikal në jetën e tij, në fillimisht, por edhe të familjes. Dhe në çka krejt duhet të jenë të përgatitur. Normalisht ka disa raste nuk tregojnë të gjitha fazat. Ose kumtohet të afërme e kështu me radhë, në konform mentalitetit se që kemi ne edhe në atë formë. Po, do njëherë... Varet pak sa do pak ndoshta edhe nga karakteri i personit që ke përballë apo dhe qasja që ka me ju ose... Dhe në dy rastet e skajshme, patjetër duhet ta them se kjo është shumë rëndësi edhe për ju dhe për opinionin. Në raste kur pacienti duhet të trajtohet, e kur refuzon, dhe kur ai dëshiron të trajtohet, por që nga ana jonë, qëndrimi jonë është se nuk duhet të marrë një trajtim të caktuar. Dhe këto janë dy ekstremet ku vërtet ai aspekti psikosocial vjen në shprehje, për shkak se jo çdo sëmundje është e kurrueshme, por ka sëmundje të cilat me gjithë të them kështu invazivitetin e trajtimit janë të kuperueshme dhe ne presim rezultat. Faktikisht ka raste kur edhe insistojmë, normalisht ajo mbetet në fundit vendim i pacientit dhe bashkë me të afërm me familjarët. Por ne në aspekt edhe kështu njerëzor, human, etik, po edhe legjislativ duhet këtë punë t'ja kumtojmë. Në të dy variante, edhe kur mendojmë se duhet të trajtohet, t'ja imponojmë trajtimin, por edhe në raste kur ne sugjerimi jonë, mendimi jonë është se nuk duhet. Këtu doja t'ju pyesja se kur vetë pacienti refuzon trajtimin, domethënë ju tentoni, ju provoni apo jo të krijoni një bindje tek ata. Po. Është unë them tash me koha e re, moderne, metodat, protokollet e rikuperimit, për një paletë gjerë sëmundjeve, ka shndruar sëmundjen në të shërueshme.
Jashtë asaj, më mendoj për dallim për disa viteve, dekadave pas apo për disa viteve kur nuk ka pas, nuk kemi pas akses qasje, njohuri, know-how, edhe mjetet. Po, edhe mjetet, edhe njohurit. Por tash koha ka evoluar, edhe shumë shpejt evoluar. Edhe metodat, edhe pajisjet, edhe teknologjia, po edhe barrat. Dhe ne tani Po çfarë shtyn një pacient refuzoj trajtimin? Frika nga ndryshimet, nga ndërhyrjet, nuk është i gatshëm të përballet me... Gjithë këto janë. Përvoja edhe një kështu që ka njohur, që ka ditë se për skaj terapisë që ka pranuar, për skaj intervenimi nuk ka pas rezultate. Kjo është njerëzore. Në fundit, secili vendos për këtë fatin e vet se si duhet. Por unë mendoj se mjeku me përvojë mundet në shumicën e rasteve duhet të arrijë të bind pacientin që të merr ose mos merr terapi të caktuar. Kur sugjeroni mos marrjen e terapisë apo refuzimin nga ana juaj, pse ndodh kjo? Është për Po, ajo ndodh për shkak se ne kemi konstatuar se konditat e përgjithshme pacientit janë të tilla që për kësaj nuk e shoh fajde, nuk e shoh me shërim ose po mund të komplikojë, mund të rëndojë edhe më tej gjendjen e pacientit dhe kjo është gjithashtu në atë qarkun vicioz që sillemi edhe ne si mjek, po edhe pacienti. Nga gjithë ky familiaritet, ky komunikim me pacientat, po ashtu edhe me familjarët e tyre dhe gjithçka që po flasim, ka raste që s'harrohen kurrë nga kirurgët? Po, absolut, po, normalisht, secili rast është në vete, secili rast është i paharrueshëm. Nuk ka rast pacient në cilin keni ndajt një kohë, keni arrit një farë rezultati në shënë, që është i parë. Por normalisht, ato cilat janë më dramatike, cilat ndodhin gjatë operacionit, dhe ka ndodhen një farë dramatiteti, ato nuk harrojnë, dhe në raste kur për shembull nuk keni prit rezultate të shërimit të rekuperimit, por që gjitha ajo mund tani ka rezultu dhe vetë biologjia, natyra e njeriut që ka arritur një rezultat i papritur pozitiv në atë aspektin pozitiv dhe kjo lën mbresa të jashtëzakonshme. Jeni kirurg edhe besoj gjithkush apo çdo person që dëgjon fjalën kirurgji mënyrë vije përshtypja është operacioni apo skalperi, këto janë parat, po qëndrojnë si zgjidhja e parë gjithmonë apo varet komplet nga secila situatë. Keni gjithmonë edhe zgjidhje të tjera fillimisht. Ne flasim edhe ne ka raste që i trajtojmë në mënyrë konservative, që thënë. Derisa të shohim se janë kriju kushte për të bërë intervenimin kirurgjik, por jo çdo rast i cili në pamje të parë është kirurgjik përshtypur se do të përfundojë me skalper, por mund nga terapia e caktuar të rikuperohet. Ose me ndonjë metodë jo invazive të jetë të kalu endoskopi e kështu me radhë, të jetë të kalu rasti që nuk kanë. Por aty ku janë shterur të gjitha mundësit tjera, jo operativ, atëherë më vendoset pa hezitim. Kalojmë ndoshta sa do pak në një aspekt më teknik. Si po ndikon teknologjia në kirurgjinë e sotme dhe ku kemi arritur ne? Flasim ndoshta pak më shumë për tek ne, si qëndrojmë momentalisht? Po teknologjia është duke hyrë në përgjërë të mëdha në mjekësi dhe ajo duhet të jetë. Ne si vend dhe si mjekësi duhet të përcjellim. Pa më parasysh kemi njohurit dhe përgatitjen e imediate për një hershme, teknologjia duhet të hyjë. Me anë të mentorëve, eksperte, kështu nga vendet që kanë më me përvojë, ajo punë duhet të bëhet tash edhe këtu. Tash edhe këtu. Në vendin tonë, në sistemin tonë shëndetësor, mjekësor, duhet të futet çdo teknologji e re në mjekësi, për shkak se ajo me ardhjen e një risie teknologjike, ajo nxit me vete tërë sistemin shëndetësor. Do të thënë nëse ju pritni që të krijoni një herë të gjitha parakushtet, e mendej të sjellni atë novitet, atë inovacion,
avancim të një teknologjie, kjo do të merr më shumë kohë që do të thënë faktikisht një gjenerat e teknologjisë mund edhe bile të na tej kaloje. Dhe unë jam i thardh i asaj se ne duhet të sjellim teknologjitë, teknikat e reja me kolegë, me ekspertë, me përvoja nga vendet ku vijnë, nga vendet me volumen, me popullat më të madhe, me volumen më të madh, me spitale, klinika më të mëdha dhe kjo punë këtu të ushtet normal ka edhe cilët ne shkojmë edhe shkohet ende për vende të tjera ku bëhet edukime të caktuara. Por është e pa imagjinueshme të bëni një mjekësi, një shëndetësi, mjekësi moderne, nuk them moderne, por bashkëkohore. Se moderne zakonisht mendohet kur ka diçka, domethënë bashkëkohore është termi më i saktë. Më i saktë. Conditio sine qua non, domethënë cilët nuk tolerohet nëse ne nuk e disponojmë. Aq më tepër që duhet edhe un pak të jem kështu bashkëkohor, inteligjenca artificiale është gjithashtu duke hyrë në dyert të mëdha. Jo kjo që ne rrim edhe e pyesim ChatGPT-n, konsultojmë se me pacientët se çka ka me çka duhet të bëj, por në teknologjinë e përditshme, faktikisht në mjetet e investigimit, në një sond, në një ehografi që bëhet një nënë sot dikundi, me anë të ku është installuar edhe inteligjenca artificiale merr informata të pa imagjinueshme deri para disa bile muajve. Dhe ne këtë punë duhet ta përkrahim, të installojmë, të edukohemi dhe kjo do të na zgjerojë edhe diapazonin e njohurive, por edhe mundësitë për kurim, për trajtim. Ashtu. Aq më tepër në fazat sa më të hershme të ndonjë sëmundje caktuar. Që është shumë e favorshme, Po, që është një nga handicapet më të mëdha të shoqërisë sonë. Shoqëria jonë, nëse më lejon, është këmbëgjikun më të madh e ka mungesën e diagnostifikimit të hershëm të çdo lloj çrregullimi në organizmin e njeriut. Kjo nga përveç ndoshta mospatjes së mjeteve ose qasjes paktën tek këto mjet ose mospatjes të mjekëve të mjaftueshëm, specialistave që them ka të bëjë pak edhe me mentalitetin tonë që jo çdo herë jemi ata të para që ikim tek mjeku kur na paraqitet një shqetësim ose për kontrolla rutinore. Edhe ne kështu, që jemi mjek, bëjmë gjithçka që mos shkojmë te mjeku. Por është një sugjerim i vazhdueshëm, një sensibilizim i përhershëm, i përjetshëm, veçanërisht në vendet tona që jemi kaq vogël, ku kemi megjithatë hapësira është e vogël, një hapësirë të vogël, por kemi qasje në shërbime shëndetësore mjekësore dhe është e patolerueshme të mos merret një konsult një mjekësim. Për shkak se kjo do të na kursejë kohë, do të na kursejë nga shëndeti normal. Për të kurse mjete edhe nga invalidizimi. Në instancë fundit, sëmundja, edhe për që se nuk është vdekje pruse, ajo invalidizon njeriu, pengon nga puna, nga përditshmëria e familjare, jetës, shijimin e asaj çka na ofron rrethina, do të thonë gjithmonë duhet ta kemi, jo gjithçka është te ajo te fundit. Pastaj shpesh edhe pse një aspekt që nuk e flasim shumë. Mungesë në punë e kështu. Edhe një aspekt që nuk e flasim shumë i privon pak edhe ndoshta i keqson pak në gjendjen emocionale dhe atë mentale që nuk diskutohet. Edhe pse tek ne ndoshta nuk e flasim shumë, por është gjë që ndodh. E flasim sadopak me të afërmit, por në përgjithësi nuk është se e flasim shumë si. Dhe një vesh një dukurie negative që e bisedojmë para emisionit është të ulemi të pyesim Google-in e chatin e kështu me radhë. Okej, mund të pyetet, nuk është ndaluar, por nesër urgjentisht të vizitohet mjeku, fillimisht mjeku am, edhe mandej të bëhen. Ajo pa kontestueshme, gjithë kemi kryer një farë varëshmëri nga këto rrjetet qasje në informacione kështu me radhë, por ajo nuk duhet të jetë ajo definitive, ajo duhet të jetë diçka veç për të na alarmuar, veç për të na unë jam për të qenë, ka pacientë që disa herë edhe kolegë që thonë bën panik pa nevojë. Për çështje të shëndetit tolerohet. Është më mirë të bëjmë panik, ndoshta pastaj. E të delë se nuk ka
dhe një çrregullim si sa ta anashkërim, ta neglizhojmë dhe ajo mësaj të egzacerohet të zgjerohet. Ka raste që pacienti ju ka ardhur ndoshta me këshill nga ChatGPT apo interneti apo me një diagnostifikim le të themi edhe ajo është e patekalueshme, edhe pacientët ndajnë me ne, unë këtë flas nga përditshmëria. Ndajnë me ne se lexova pyeta i shkruajta kështu me ra. Do të thonë unë personalisht nuk du të hyj në atë diskutim, në atë debat, derisa ne nuk kemi fillu të bëjmë investigimet e duhura dhe kemi arritur deri dikundi. Ashtu. Dezavancohen ndonjëherë mjekët edhe sa rëndësi ka puna në ekip? Po unë nëse jemi në këtë kontekst, unë jam gjithmonë i thari asaj edhe historia tregon se çdo kur ka pas teknologji, teknika të reja, janë ende më tepër është rrit nevoja për njeriu. Tash me inteligjencën artificiale gjithë mendojmë se njerëzit, faktori njeriu do të. Po kjo ende do ta shtojë. Ende do ta shtojë. Ai do të merr një pjesë ose shumë gjëra, po nga ana tjetër do të njeriu do duhet të aftësohet dhe të zhvillojë aftësitë e veta dhe të paraqit aftësime të reja për cilat do duhet faktori njeriu, kështu që kjo është e pa evitueshme dhe është mirë që hyn në përditshmërinë tonë. Sa rëndësi ka puna në ekip të kirurgët edhe kontrolli i vazhdueshëm? Ajo është kirurgjia është nëse ka dhe një zanat ma kolektiv është kirurgjia. Aty është, dhe më thëmë, kirurgjia dhe anestezia është një tandem kështu i pa evitueshëm dhe mandej i tërë stafi, motra, teknik, asistent, stafi përcjellës. Kjo është një set si këtu në studio, pa kamermanin, ne jemi dy bashkë bisedus, po kamermanin dhe teknika prapa skene e bëjmë punën e vetë dhe kjo është prafërsisht kështu është puna. Po ja afrohemi, sepse shpresoj të kemi në studio edhe herë të tjera, sepse kemi pafund të pika për të prekur, po gjithsesi sa do pak u munduam edhe sa do pak ndoshta të njohim kirurgun apo mjekun në një aspekt pak më njerëzore, që të jemi pak më të afërt me të, sepse ajo ndoshta pak na mungon. Po mirë që përmendëm faktin e kameramanëve në sallën e operimit, po edhe këtu tek ne, shpesh më ka rastisur në rrjetet sociale të shoh domethënë fotografi apo video nga jo të pacientëve, po në përgjithësi domethënë të mjekëve të rinj, po të intervenimit të shfaqur në rrjetet sociale. Sa faktikisht është etike dhe sa po ashtu edhe nga ana e pastërtisë dhe higjienës, sa është okay. Ajo pjesa e eksponimit të ekipit, nëse nuk rrezikohet privatësia e pacientit, është për mendimin tim është okay edhe për të njoftuar, për të lënë një gjurmë në mënyrë fotografike apo video. Edhe normal pa e përsëri them pa e rrezikuar intimitetin, privatësinë e pacientit, ndërsa për operacionet është revolucionare, do të thënë incizimi i operacionit, edhe për mjekun, edhe veçanërisht për edukimin e gjeneratave të re. Dhe ne faktikisht marrim informata, teknika të reja, që mandej i ushtrojmë edhe i mrihet edhe jo vetëm ne, ky kombim i cili është worldwide, do të thënë gjithë bota. Tani aty ka me qasje të kufizume, kështu me radhë, por është një mjet, një instrument shumë i rëndësishëm edhe në edukim, po edhe në këmbimin e përvojave të ndryshme mes mjekëve nëpër botë. Po jo afrohemi fundit të bisedës fatkeqësisht, se ka shpejt iku koha pa kuptuar vërtet. Gjithsesi do doja edhe një pyetje të fundit, le ta themi ta përmbyllim, pasi e nisëm më pak si rrugtimi juaj, pak ta përmbyllim me kaq vite përvoj në kirurgji dhe vetë profesion që bashkëton çdo ditë, se nuk besoj që ngelet vetëm tek puna dhe nuk e merr me vete, besoj është gjithandej me ju. Çfarë ju ka mësuar kirurgjia pas kaq shumë vitesh më të mbi jetën? Po kirurgjia është zakonisht në një luftë në atehun mes jetës edhe jo shuarjes së jetës. Domethënë ne jemi në atehun për fat të mirë, në atehun këndej, që luftojmë që pacientin të mbajmë gjithmonë të gjallë dhe të del prej aty në shëndet dhe i shëndetshëm.
por edhe është edhe ajo vije e ndarjes mes sallës dhe jetës tonë, edhe ekipit, faktikisht edhe familjes, shokëve, miqve. Dhe ky është një trekëndesh kështu imagjinar, por që ne paqëtet të... Është i vështirë për të bërë, për të menaxhuar? Patjetër për të bërë, por është vështirë. Po, e ka ajo të fakturën e vete. Edhe në jetën tonë, edhe në familjen tonë, shokëve, miqve. Por ne gjithmonë kujdesemi që ajo fakturë të mos jetë në dëm të shëndetit të pacientit. Unë falenderoj shumë doktor që keni gjetur kohë dhe mundësi të jeni sot me mua. Uroj që ju kem prapë në studio, ju kem për të tjera tema me kaq rëndësi edhe të vinojmë akoma dhe më shumë dhe faleminderit edhe një herë. Juve stafit, shikuesve, çdo herë jam në disponim edhe për bisedë, edhe në këtë tempo edhe në tema të caktuara të fokusuara për shëndetësi. Për të informuar akoma dhe më tepër gjithë ata që po na ndjekin. Ju falenderoj edhe një herë dhe shumë suksese tutje. E tash të dashur, me kaq po përfundojmë dhe për sot duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të premte në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.